nuk mund të kërkoj falje për prindrit e mi. Ai doli para foltores dhe e filloi fjalimin e tij. Nga vështrimi i tij shihej se kishte të vështirë, dhe ajo që ndjente shpirti i tij u manifestua disa minuta më vonë. Bëhet fjalë për një burr britanik, rreth 35 vjeç, i konvertuar. Nga sjellja dhe mënyrat e tij të folurit, mund të vërehej se ai ka kohë që e ka pranuar Islamin. Ai e filloi fjalimin e tij, ose një fjalim të shkurtër me fjalët: mos i nënvlerësoni begatit të cilat i posedoni. Ju lutem mos e bëni. Mos i nënvlerësoni prindrit tuaj musliman, të cilët besojnë në Allahun dhe pejgamberin e tij, të cilët e falin namazin dhe agjerojnë Ramazanin. Mos i harroni ata në lutjet tuaja. Dhe pastaj ai filloi të qaj, duke marrë frymë dhe duke folur me vështirësi. Prindrit e mi nuk janë besimtar. Gruaja ime është e pranishme këtu dhe ajo e di se sa shumë i dua unë prindrit e mi. Edhe prindrit e mi gjithashtu më duan shumë. Ata më duan aq shumë, sa që është e vështirë të shpjegohet. Atyre nuk ju pengon që unë e kam pranuar Islamin. Edhe baba i më thot çdo ditë, domethënë çdo ditë ai më shpreh mua se sa më do. Një dashuri të këtill nuk do ta gjeni as në shumë familje muslimane. Mirë po nëse baba im vdes, po nëse vdes në këtë gjendje, si do të jetë fundi i tij? Ku do të përfundojë ai? Ju mund të bëni lutje për prindrit tuaj, kurse unë nuk mund të bëj lutje për baban tim kur të vdes. Vëllezër dhe motra, ky është realiteti në të cilin unë po jetoj. Ky është realiteti im. Prandaj mos i nënvlerësoni begatit të cilat i keni. Me të vërtetë ky tregim ma kujton gjendjen e pejgamberit alayhis salam, i cili ishte në një gjendje të ngjashme. Pejgamberi alayhis salam e vizitoi varrin e nënës së tij dhe qau prambarit të saj. Sahabët që ishin me të, kur i pan lotët e tij, edhe ata filluan të qajnë. Ai u kthye ka ata dhe tha: unë ju luta Allahut që të më lejonte të kërkoja falje për nënën time, por nuk më lejoi. Pastaj kërkova që të më lejohej ta vizitoja varrin e saj dhe më lejoi. Vizitoni varrezat, sepse ata u kujtojnë vdekjen. Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhis salam ka thënë: larg qoftë nga mëshira e Allahut, larg qoftë ai i cili e pret pleqërinë e prindërve të tij ose të njërit prej tyre dhe për shkak të tyre nuk hyn në xhenet. I ka pyetur pejgamberi alayhis salam sahabët e tij: a doni t'ju tregoj se cilat janë mëkatet më të mëdha? Ata i thanë: sigurisht po, i dërguari i Allahut. Ai tha: ato janë politeizmi dhe mosbindja ndaj prindërve. Në atë moment ai ishte i mbështetur, pastaj u ulëdeshtoi. Edhe dëshmia e erreme dhe vazhdoi ta përsëriste. Ky hadith është konfirmimi i fjalës së Allahut të lartësuarit. Zoti i gjithësisë thotë në Kur'anin pamlart: thuaj, ejani t'ju lexoj atë që me të vërtetë ju ndaloi Zoti juaj, të mos i shoqëroni atij asnjë send, të silleni mirë me prindrit. Surja An-Nam 151.